Oficeri I antiterrorit Igli Haxhia jo vetëm që dekonspiroi hetimet e autoriteteve shqiptare ndaj një grupi të trafikut të ndërkombëtar të kokainës, por u përfshi edhe vetë të paktën në bisedime për trafik ndërkombëtar droge. Përgjimet e siguruara nga SPAK si dhe nga aplikacionet Sky dhe Encrochat, ashtu edhe përmes pajisjeve ambientale tregojnë se Haxhia në vitin 2020 I është vetë ofruar grupit të trafikut të drogës për t'i paralajmëruar se ishin nën përgjim. Ai lidhet me anëtarët e grupit përmes aplikacionit Sky, ku në një bisedë me shtetasin e identifikuar nga SPAK si Dario Myftiu e informon se ishte nën përgjim, ai dhe disa të afërm të tij. Sipas SPAK, Haxhia I thotë se këtë informacion po e jepte falas si shenjë për të krijuar besim te grupi, por se dhënia e detajeve të tjera në lidhje me hetimet kushtonin. Në kohën e zhvillimit të këtyre bisedave, Haxhia I ka mbajtur postin e oficerit të policisë gjyqësore në drejtorinë e forcave operacionale dhe ishte I ngarkuar me vendosjen dhe ndjekjen e operacionit të përgjimit të grupit përmes pajisjeve që ishin vendosur nëpër automjetet e 2 prej tyre. Biseda me persona të tjerë, ai interesohet për kokainë dhe çmimin e saj. Përgjimet e Sky zbulojnë se bashkëbiseduesit I ofrojnë disa opsione nga Rotterdami, Barcelona dhe Athina me çmime që variojnë nga 27.000 deri në 38.000 euro për 1 kilogram. Nga të dhënat e mësipërme, gjykata vendosi se Igli Haxhia minimalisht ka qenë në dieni të mbajtjes, tregtimit dhe transportimit të lëndëve narkotike dhe ka dyshime se në të njëjtën kohë është vetë personalisht I implikuar në këtë veprimtari të shitblerjes së lëndëve narkotike.